Nëse dëshirojmë që shpejt të shkojmë drejt procesin e integrimit, parandalimi i korrupsionit gjithmonë është në krye të agjendës. Punëdhënësit hezitojnë apo improvizojnë duke caktuar një zyrtar në një farë mënyre. Kemi kaluar 4 ditë intenzive duke trajtuar disa nga shtyllat më të rëndësishme dhe kryesore të integritetit të shtetit tonë. Kemi diskutuar për planet e integritetit si një mjet i brendshëm, i vlerësimit të brendshëm për luftë kundër korrupsionit. Kemi biseduar edhe për parandalimin e korrupsionit në prokurim publik. Kemi folur edhe për analizën etike të dhuratave, po ashtu kemi folur edhe se si mund të parandalohet konflikti i interesit në arsimin e lartë. Sinjalizimi në Kosovë, si në sektorin publik, po ashtu edhe në sektorin privat, është mjaft i rëndësishëm. Nëse dëshirojmë që shpejt të shkojmë drejt procesin e integrimit, parandalimi i korrupsionit gjithmonë është në krye të agjendës. Pse? Sepse vetë Bashkimi Evropian bazohet në vlera të përbashkëta, në besim, në transparencë, në sundim të ligjit, ndërsa sinjalizimi është mbrojtës praktik i gjitha këtyre të trija. Sinjalizuesi, siç ne e quajmë edhe si qytetari shembull, nuk është thjesht një detektiv, nuk është një hetues. Ai është një dëshmitar i kurajshëm që shfrytëzon të drejtën ligjore për të mbrojtur interesin e përgjithshëm, interesin kolektiv. Nga përvoja deri më tashmë vërehet se ka sfida në këtë drejtim, nga se punëdhënësit hezitojnë apo improvizojnë duke caktuar një zyrtar në një farë mënyre, duke pasur parasysh që e caktojnë një zyrtar të vetën ndaj punëdhënësve, pavarësisht se ne i kemi informuar ata për të cilat bazën ligjore përmes shpërndarjes dhe fletuçave.